Ky emision mundësohet nga Mirë mbrëma dhe përshëndetje, miqtë e mi të dashur të në Zoom, për i takohemi kështu dhe këtë të premte mbrëma me mua Albina Zenelin, këtu në Ngizi restorant, ku shfryzoj rastin me ju njoftu që po hapët një restorant i cilësisë së lartë, ku mbi të gjitha do të jetë një vend takim për njerëzit që duan të takohen me njëri tjetrin, që duan të shijojnë ushqime të shijshme dhe mbi të gjitha të krijojnë kujtime të paharrueshme. Rubrika RFM e sjell një gjë shumë interesante sa i përket Lab Oil dhe Ngizi restorant, kështu që kameraman, a i gati? Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në Villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharruara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Zgjedh Dent EOS për një buzëqeshje që ndriçon. Unë e bëra zgjidhjen time e jam duke ndriçuar sigurisht me shërbimet që mora në Dent EOS. Bën punë shumë madhe, po ka dëshime që ndru jashtë. E shtunja 1 nëntorit ishte datë shënuar në kalendar për 2 biznesa. Bëhet fjalë për inaugurimin e pikës së re të Lab Oil dhe hapjes së Ngizi restorant në Komoran. Gjithçka ishte bërë gati deri në detajin e fundit. Nga aromat e freskëta të ushqimeve unike deri tek kombinimet e guximshme të dekorimeve. Çdo detaj është menduar për t'ju bërë të ndiheni si në shtëpi, por me një prekje luksi dhe kreativiteti. Pak para fillimit të eventit organizuar nga Zoom Produksion në bashkëpunim me Ngizi restorant,
e realizuam një intervistë me drejtorin e Lab Oil, Zotri Bislimuqa, i cili flet me përgjithësi të plotë për inaugurimin e pikës së re. Ne jemi një kompani e cila në vazhdimsi kemi shku në rritje të aseteve tona, të njësive shërbyse, të karburanteve, pastaj duke i kompletu me restorante, me markete. Kështu që neve, pas analizave që kemi bërë në Avkaduk e udhës e rendit, që edhe këtu është një vend i përshtatshëm, që ta kemi një njësi tonë shitse për karburante, edhe mendojmë se do të kemi sukses për shkak se kompania jonë njihet për cilësi. Slogani jonë, cilësia bën diferencë, nuk është vetëm një slogan, pa ajo është një standard të cilët përpiqemi çdo ditë që ta realizojmë ato. Nëse flasim për çmimet, ato janë konkurruese në treg, e stafi Lab Oil mundohet ta respektojë maksimalisht klientin, e madje atë quajnë edhe partner të suksesit të tyre. Ne këtë besueshmëri e kemi arrit me vite, sepse kjo kompani është themeluar në vitin 2009 nga presidenti aktual Zoti Raif Gashi. Dhe prandaj ne her pas here sigurisht që duhet i favorizojmë klientët tanë me çmime promocionale, ndërkaq që cilësia asnjëherë nuk diskutohet, dhe gjithmonë jemi në cilësi jemi të parë, domethënë i kushtojmë rëndësi të veçantë, sepse natyrisht sot në këtë treg të vështirë të karburanteve, hidrokarbureve, është e vështirë të bësh biznes, po nuk je domethënë me standarde të larta. Zotri Bislem e ka një lajm goxha interesant për të gjithë shikuesit tanë. Në këtë rast duhet të theksoj që na karburantet tona, hidrokarburet në përgjithësi, i marrim nga vendet e Bashkimit Evropian deri në Izrael, dhe gjithmonë kanë një standard shumë të lartë cilësie. Ai përfund tha se është e rëndësishme të kurset koha e klientit dhe përparësi e konsideron që të gjitha shërbimet do t'i gjeni në një vend. Karburantin, marketin, restaurantin me gjithë ambientin e bukur. Erdhi momenti shumë pritur, ai hedhjes së fishek zjarreve ku do të shënonte fillimin në një kapitine të re të Lab Oil dhe Ngrizi restorant. Hapësira ishte mbushur plot me personalitete dhe personazhe të njohur nga bota politikës, artit, muzikës dhe biznesit. Mysafirët u shoqëruan me muzikë live nga këngëtari tetovar Arianit Ramadani dhe na pritën surpriza të veçanta, duke bërë këtë hapje një ngjarje të paharrueshme për të gjithë të pranishme. Të nderuar familjar, miq dhe dashamer, zonja dhe zotri, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Një duar trokitje për krejt pranishmit sot. Sot na nuk po festojmë veç një hapje, po një ëndër që është bërë realitet që kemi punuar prej shumë muajsh. Sot në fakti kemi dy gëzime, është inaugurimi pikës së re të Lab Oil, e cila meriton një duar trokitje për punën e zellshme. Dhe po ashtu është hapja e një restoranti Ngizi që do të bashkoj të gjithë njerëzit, do të bëhet një vend takim për ata të cilët e dojnë krijimin e kujtimeve të mira. Është koha për ato fjalime që gjithë ndoshta i duam, sepse janë një histori suksesi që realisht krenohemi me to. Pa humbur kohë ftojmë zotrin Bislimuqa, i cili është drejtori Lab Oil për një fjalë rasti. Gjithë arritje në bërë sajet një grupë së morë dhe falë alëshës nga gjithë ekipi, nga gjithë punojnës të kompanisë Lab Oil, të cilët në përkushtet të lartë në devotshmëri kanë kryer shërbimet ndaj klientëve tonë, sepse klientët ne kemi padjeri më të madh të cilin në sasetin shumë të kompanisë.
Pronarit oj Bybyqi si realisht bën punë shumë të madhe, po ka dëshirë të ndryshë jashtë ekranit. Ju falenderoj edhe ju me trajtë se çdo ditume me bo kujtime të tjera, me shiu ushqime shumë tjera, edhe për zëvërtesht ju falenderoj që keni gjetë konanë. Një nga befasitë e mbrëmjes ishte padyshim Ideal Cocktails me pijet e jashtëzakonshme e me shije që ngjallin çdo emocion. Atmosfera arriti kulminacionin me muzikë ritmike teksa nuk munguan as vallet duke kënduar një zëri me këngëtarin Ramadane. Muzikë, shije dhe energji pozitive, gjithçka që ju duhet për një natë perfekte dhe atë përjetoni vetëm në Ngizi restorant në Komoran. Radha erdhi për një befasi të këndshme nga Tupan Show Semra, të cilët e zbukuruan edhe më tutje këtë ngjarje kaq madhështore. Ritmet e tupanave sjellin gëzim, vallëzim dhe atmosferë që nuk harrohet. E na bën me kujtu edhe një herë që pavarësisht gjithçkaje, festoj me zemrën plot e tradicionalja na shoqëron kudo. Nuk munguan as prononcimet nga të pranishmet. Është një atmosferë shumë e bukur, ju falenderit për përzgjedhjen e shpresoj që ju ka pëlqyer muzika. Ju uroj tana të mirat, inshallah sa më shumë punë, edhe shumë suksese. Jam të kalu këgja mirë, njëjtë besoj që janë të kalu edhe krejt njerëzit që jam lidhë këto. Është një atmosferë shumë e mirë, një energji shumë pozitive dhe krejtin aty këto. Dita sodit e shënon fillimin e ri për dy biznise shumë të mirëfillta, Lab Oil edhe restorantin Ngizi, edhe ju dëshiroj që të dy javë suksese shumë të mëdhaja, edhe thjesht uroj që me lulëzu prej sodit e tutje. Mbrëmja vazhdoi deri në orët e para të mëngjesit, me familjar, miq e dashamir të cilët erdhën ta nderonin stafin e Lab Oil dhe Ngizi restorant. Ngizi restorant ju uron një mirëseardhje. Ne jemi të lumtur që na zgjodhët dhe shpresojmë që të shijoni çdo moment me ne. Ekipi Ngizi restorant të shkëtu për t'ju ofruar shërbim të shkëlqyer e për t'ju dhuruar një përvojë të paharrueshme gastronomike. Ngizi restorant, aty ku shija takon stilin unik. Minutazha në vazhdim do jetë rezervuar për një personazh që i ka munguar ekranit, Erik Timin ka vendosur me bo pikërisht në Zoom. Një këngëtar i njohur dhe shumë i dashur nga publiku. Bëhet fjalë për mjeshtrin e muzikës shqipe Bujar Çamile. Ani pse intervistat e tij janë të ralla, në Zoomit nuk i tha jo. E madja ju sfidua me blitz pyetjet e emisionet. 3, 2, 1, go! Ashtë nga fuarë qytetarë Shodrake, ajo për cilët
Dhe arrin dhe të kejtë kësë poqë, të të kërështi dhe shtetë, të 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 se që është të qëtë, a e ka një të të dhe dhe morë, të të që është partive që sonë në shurgane, a e ka të pataj. Shkotën gjithësja për arsye se ka pas mundësi veprojë qëndrojë në 4 kontinente, në Amerikën, Australinë, Shqipërinë, dhe tjerë. Një për nuk kam paramarë që e kam duar si që të Ai mirë flak komadi tim, trënda file mu lume ves, në këtë nato paki. Nuk është preferencët teme, që është dhe duke që rruba shumë orientalë. A che posso offrirla? Që të bësh duaj? Ush, dhe bashkë në këtë bashkë. Se ka marrë të poshtë të pëqia, sepse që ka marrë pa e fatë atë dhe kanë disë shqipore. Në gjendë, jashtëzakonisht të gjeshët, dhe mos me koncept nga shtetit, se ta shtu dhe marrë bjellët familjare, rejësimet familjare të shkodë, o në qenë Shqipërisë. Por, përvëndërisht, gjenda mërëzikë që ta e për të nisë të klasikë të ta. Unë kisha dash, vetëm e pa më sy, në dora më dhe ka. Kushti, se këto nga kushti në arsini, që vinë edhe propozojnë me dash me ba duet, sepse ti ka se të këshni mund të vetë të një, ose të mund të remund gjatë mund, edhe të përshetë në të petit e të duhet e si pas djenë. A ka tentu dikush në marrë? Ore, në përgjësi, të cilën drejtët e pia, ka qenë agjentarët shumë të takë, në përgjësi, në shumë të kishin, në dhirën, atë të Su largo, sës të kam harua, edhe pse je. Artistët të nësojnë, përgjësi artistët të nësojnë, si ka pas artistët të rranë, po të me se të shkanë. Pare se të shkanë, sepse aji që shkushni, të kene mëjnë të ba pazarë, po të në këtë tip zarë, para se që në të më të qenë. A ke kënduna erë për hatë? Tjetër, shumë bunë, të të majtë të të rrasë. E po anë mërë që se rrasë. Mund të të qenë, po të 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 rrasë. Ata kanë të... Ata do të qenë, nga prespektu. Si gjithmonë djali shkodrari, nuk e parë qefi në shete. Në kësime unë atë që ti parë në shkodrari. Aro të shkollë të fojtë të kaqës, anë nga që dyja. Për shumë, në qka të vendosje? Që thënë Marshala Bukuristë të Shumë e bukur, më pëlqeu kjo. Një mesazh për krejt Kosovën e bukur që të ndjej. Kosovës, vëzë, për mozë të që ju uroj të qilë të kja, për sëtë në rastë e kekë e bashke, e vëtë testë dhe se në ortodoksre, pak të ortodoks, nërë shqip të mirat, shqip Kosovës, shalërësët, pare vjerë, si me paqit për të dhe tuja, dhe basë përseni, ku janë Shamidin, e keni presentuar, në shusë që keni dashtë dhe të respektu gjithë tjerë. Faleminderit. Që si gjellori, o sa protikur, o t'i ka. Orë të gjithë dashtë të tane, a dhe panek. A je sigur, është një frëmëtet për Pane se qam jep të jashtë. Nuk e haraj, është një vënd të problem të dashëm shikoj. Qam jep të jashtë, unë ajo dhe, nuk po zë kane. Ja, jeni shka. Da që përjarë shumë faleminderit të shta, ju nuk nasa shumë.
E në vazhdim vjen tek ju rubrika intervista e javës, se me kë jemi marrë do e kuptojmë së bashku tani. Ka martuar çifte të shumta me performanca të shkëlqyera me violinë. E po kush e mendoj se do të vinte kaq shpejt koha dhe për të? Po, violinisti i njohur nga Gjakova i dha fund beqaris duke u martuar me Enkeleta Daia. Në dasmën e Taulan Trucit morën pjesë familjar, miq e dashamir. Nuk munguan as personalitetet dhe personazhet e njohura nga fusha e politikës, artit, kulturës dhe muzikës. Për fillim, për muzikën u përkujdesën dy ikonat e njohura gjakovara. Shkëlzan Jetishit Zenit dhe Edi Ermeni, që e kanë kallë këtë aheng. Kesh nuk jala e Sylka Kuqe, cila ka mahnitur të gjithë me dukjen e saj sensuale në të kuqa, tamam me ngjyrën që simbolizon Gjakovën. Po e përmbledhim edhe kanaxhexhen e të bukurës Nusa. Hyrja e Nusës ishte momenti mbreslënës ku shoqërua nga baba i saj. E taulanti si taulant më, e surprizoi tashmë bashkëshorten me një performancë të ndjerë me violinë. Çifti kanë lënë të gjithë gojë hapur me lirshmërinë e tyre për t'i menaxhuar situatat e emocionet, duke i ditur që nata ishte e tyre, e sy e vesh ishin tek ata. Enkeleta, ashtu si që do dhe tradita, ka ndëruar disa veshje, ku secila ishte më e bukur si tjetra. Është bërë publike dhe fotosesioni zyrtari dasmës, ku më mirë, këto imazhe i shihni ju vetë, fotot flasin sa 1000 fjalë. Fund shihoni dhe disa pamje të kësaj dasme të ndodhur me një nëntor në Gjakov. Minutazha në vazhdim i rezervohet temës së javës, se çka ka përgatitur gazetarja do e kuptojmë së bashku tani.
Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Zgjedh Dent EOS për një buzëqeshje që ndriçon. Unë e bëra zgjidhjen time e jam duke ndryshuar sigurisht me shërbimet që mora në Dent EOS. Bën punë shumë të madhe, po ka dëshime që ndru jashtë. Është padyshim tema më e diskutuare këtyre ditëve. Bëhet fjalë për divorcin e Neda Balluku. Një ish banore Big Brother Albania dhe opinioniste sezonës së kaluar të Big Brother VIP Albania. Pranoi se ka kërkuar divorc nga bashkëshorti saj Ogrem Balluku pas rreth 10 vitesh martesë. Çifti kanë 3 fëmijë, por duket se kjo gjë nuk paraqiti problem për Nedën, e cila ka trokitur në dyert e gjykatës për divorc nga tashmë ish burre. Në një intervistë në emisionin Goca dhe Gra, ajo tha se marrëdhënia mes tyre kishte qenë prej kohësh jo e shëndetshme, madje ata kanë jetuar të ndarë. Prej shumë vitesh tashmë, marrëdhënia nuk është e shëndetshme. Për disa kohësh jetojmë të ndarë, si çdo grua shqiptare. Ajo është e fokusuar tek mirëqenia fëmijëve dhe tha se ka vendosur që ata të kenë një ambient të shëndetshëm. Do bëja të njëjtën gjë, sepse nga ai pajtim erdhi në jetë goca ime e vogla, Suzian. Anel, po pse thua si çdo nën shqiptar? Neda madje na ka bë me dije që problemi hasi edhe gjatë kohës së pandemisë pra në vitin 2020. Në këtë rrëfim të sinqert, opinionistja theksoi se marrëdhënia e saj me Ogrenin prej kohësh nuk ishte e mirë. Ndonse përpjekjet për ta shpëtuar martesën kishin vazhduar gjatë. Deklarata e Nedës kanë ngjallur reagime të shumta në rrjet, teksa publiku ka shfaqur mbështetje për vendimin dhe hapjen e saj emocionale.
Po patë edhe të tillë që kritikuan e madje tallën duke thënë që kjo ndarje është e shpikur për shkak të mbrojtjes së pasurisë nga SPAK. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Shqipëri ka dalë me një njoftim zyrtar pas paraqitjes në këtë institucion të Ministrës së Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku. Në njoftimin e SPAK thuhet se ajo akuzohet për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankënde publike. Por çka ka të bëjë Neda me krejt këtë mesele? E po ajo dhe Belinda janë kunata, pra Neda martuar me vllaun e Belindës, e cila aktualisht është nën hetime të thella. Ky çift nuk janë të vetmit që janë bërë kurban të pasurisë. Situatë e njëjtë ndodhi me Besin dhe Gjensilën, të cilët për ta mbrojtur gjysmën e pasurisë kërkuan divorc, edhe me letra. Duke bërë kështu që të paktën njëri prej tyre ta ruaj kapitalin që e ka ndërtuar për fëmijët e tyre. Histori e njëjtë pati ndodhur edhe në qershor të 2024-s, kur Ilir Meta i ka kërkuar divorc bashkëshortës Monika Kryemadhe. Ata kanë 3 fëmijë së bashku. Meta deklaroi se ai dhe ish bashkëshortja kanë ndjekur rrugët ligjore për këtë çështje. Shkak për ndarjen sipas ish presidentit është bërë këndvështrim për SPAK-un. Meta është përpjekur të japë edhe shpjegimet për arsyet që e quan në një vendim të tillë, e madje thotë se shkak për krizën u bën përplasjet politike. Kjo lëvizje ish presidentit shqiptar vjen në një moment kur SPAK po heton pasurinë e familjes Meta, e kjo ndarje mund të jetë fiktive. Ndarjen nga Meta Kryemadhe pati paralajmëruar që në prill të vitit kaluar, pasi thë se ka një marrëdhënie të ngrirë. Ani pse kjo për vete po kujdeset për fizikun që ta ketë të jetë seksi. Divorce të shtirura apo jo, gjithsesi, urojmë e shpresojmë që fëmijët të jenë shëndoshë mirë, të paktën ajo ka rëndësi. Ex mban titullin Prurja e re e Leos, duket se me njëherë pas ndarjes nga Lela erdhi me një dedikim personal. Tekstin e ka shkruar Elinel, kurse Cricket u përkujdes për muzikën, i cili njëherësh është dhe producent. Zauber Dame ka realizuar masterizimin, kurse ana vizuale u punua nga Visi the Director. Kurse ana vizuale u punua nga Visar the Director. Pas 3 muajsh punë intenzive, Fifi e plasoi EP-n e saj me 5 këngë. Të dua, Nina Nana, Hapsana, Do Jem dhe Aman janë titujt e këtyre projekteve. Tekstet të cilave i ka shkruar vetë këngëtarja Raçi, e madje e bëri dhe kompozimin e singlave të saj. Apollo përkujdes për pjesën e miksimit dhe masterizimit të EP-së së saj. Olsi Bylyku thot si je në prurjen e fundit që solli në bashkëpunim me Imbro Manaj. Tekstin e ka shkruar vetë Olsi që bëri dhe muzikën.
për ty në këto 2 metra katror. E di rrugën tonë asjoni nuk e pat ndo. Producenti këtij singli është Alex Gjompalaj, kurse për anën vizuale u përkujdes MVC Production. Se ti me pas diplomat, kriteret zemrën ta bon aparat si me jetu pa qak. Argjenda Dolci plasoi projektin e ri që mban titullin Falma, tekstin e së cilës e kanë shkruar Albin Muja dhe Shkëlqim Hoti. Orkestrimi u punua nga Albin Muja, kurse ana vizuale u realizua nga XL Films. Këngëtarja me origjinë shqiptare Rita Ora dhe Yll Limani kanë publikuar projektin e tyre të përbashkët All Natural. Kjo është bashkëpunimi i parë i Ritës me një këngëtar nga Kosova. Kënga është tashmë në Spotify dhe Rita ka promovuar lajmin në rrjetet sociale. Ky duet pritet të tërheqë vëmendjen nga publiku dhe të rrisë interesin ndërkombëtar për muzikën shqipe, duke shënuar një moment të veçantë në skenën muzikore. Dueti përbashkët është më shumë se një këngë re dhe dëshmi se muzika shqiptare po arrin gjithnjë më shumë audiencë jashtë vendit. Sytë e tu e plasuar në prill të këtij viti bëri të famshëm Endrin e Monit. Nga jo koha i plasoi edhe këngën E Di, duke pauzuar për 3 muaj deri tani. Por gjatë kësaj jave artisti kosovar publikoi falje, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai, e që bëri dhe melodinë. Producent është Erno që realizoi dhe miksimin, kurse për anën vizuale u përkujdes Korniza. Batman mban titullin Prurja e re, kënduar nga Capital T, Mike dhe MC Kresha, tekstin e së cilës e kanë shkruar vetë Treshja e famshme. Beati u punua nga Zak, ndërsa Dryson Gash u përkujdes për orkestrimin, miksimin dhe masterizimin. Ana vizuale u punua nga Alban Selimaj. Dafina Zeqiri ka njoftuar riktimin, por me diçka shumë speciale. Përveç projektit të ri që sapo e ka publikuar, dhjetori do të jetë muaji kur nëna më e re e estradës do të organizojë një koncert madhështor që do të titullohet Supernova. Këngë të re kanë paralajmëruar dhe Dysha Ferro dhe Getoar Selimi. Këtë kanë bërë të ditur vetë ata duke publikuar këtë trailer në rrjetin social Instagram.